Padmasana është pozicioni më i mirë për meditim, frymëmarrje e të tjera. Për një lidhje të mirë të rrymave të trupit, edhe përqendroni energjinë lart. Shtylla kurrizore duhet të jetë drejt, po pa u sforcuar. Në këtë pozicion bëhen shumë ushtrime, edhe ngritja është një ja shumë ushtrime, fakt, po bëjmë ca. Rrihet edhe kështu. Pa lloj, shumë i mirë për stomakun. Balanca. Edhe si shasana bëhet, do ta bëj tash atë. Ta bëjmë më vonë. Po japim dhe herë kapalabatin dhe pastrikën. Janë pastrues të mrekullueshëm të trupit, janë dhe të furnizojnë me energji, pastrojnë trupin astral, përveç trupit fizik, edhe trupin astral, nadis, por janë të mira se pastrojnë dhe kundalini. Pra, merret frymë me diafragm dhe nxirret në 3 mënyra. Një është e shpejtë, një është pak më ngadalë, edhe një akoma më ngadalë. Na kujton qafë qufin e trenit. Pasi bën disa raunde kështu, unë bëj pastrikën. Pastrika është kapalabati i plot, pra mbushet diafragmën, frymëmarrje plot. Nxjerrje komplet. Bëhe sa të kesh mundësi. Mbasi e bën këtë, merret frymë dhe mbahet fryma, pa u sforcuar dhe nuk kalojnë 2 minuta. Do ndjesh një kënaqësi të madhe, murça quhet kjo, quhen si banda. Përqendro brenda, përqendrimi i garanci, do ndjesh një kënaqësi të madhe, mund të kesh dridhje trupi, shkalon rryma prana, mundohet pastrohet kundalini, të gjitha janë të lezetshme. Nëse nuk ndihesh mirë, mos i bëj. Prit pastrohesh. Pastrimi ka shumë rëndësi. Po japim agnisarën, që është pastrimi i zjarrit, me anë të zjarrit quhet, është shumë i rëndësishëm për të gjithë organet e barkut, kryesisht për stomakun. Jo vetëm që rrit sistemin tretjes, por edhe i bën mirë edhe parreteve të barkut, por organet të mrevshme si mërqia, pankrasi e tjera, shumë i rëndësishëm. Janë 2 variante. Njëra nxirret fryma, rritet barku brenda. Sa me gjatë pa u sforcuar, ka shumë rëndësi mos sforcohesh, yoga nuk do sforcime, është relaksim. E dyta, nxirret fryma. Dhe tërheqjen dhe shtyjen organit. Më shumë ushtrohet forcë në tërheqje, pastaj lëshohen vetë. Ky është shtrimi i mrekullueshëm, siç tham, i zhduk gjithë sëmundjet, është vështirë të kapi sëmundje me këtë. Po japim disa ushtrime frymëmarrje, duke filluar me frymëmarrje me diafragm, siç tham, lëviz vetëm diafragma. Ktu është frymëmarrje e thellë quhet kjo. Mbushet tu, shiko. Ullet diafragma poshtë, fryhet, hyn fryma. Fullet diafragma brenda, del fryma. Kurse frymëmarrja e plot fillon nga diafragma, mbushet krahërori edhe lart tek klavikulat. Edhe një herë, shikoni këtë, mbushet diafragma në fillim. Nxirret prapë nga diafragma, pastaj pjesë të tjera. Ca nuk i vë rëndësi nxjerrjes, po frymëmarrja gjithmonë bëhet me diafragm fillim, pastaj mbushen pjesë të tjera.
japim ushtrimin e ventilimit, kjo bëhet basi për të shpëllur mushkrit, po dhe kur është ai ndenjur për t'i freskuar. Mbushen frymare plot, budhët sikur fishkëllen, dhe e nxjerr në porcione të vogla. Edhe një herë.